Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore ka marrëmasat për mirëmbajtjen e monumenteve kulturore gjatë sezonit veror. Drejtoria Amila Gjurezi tregon masat e marra deri më tani në Kalanor Zafa, ato të Drishtit dhe jo vetëm. Janë marrë masat e nevojshme për kontrollin sistematik, periodik të parqeve arkeologjike. Flitet për Parkun Arkeologjik Shkodër, ku vizitorët kemi një rritje të madhe duke krahasuar edhe me vitin e kaluar dhe me Parkun Arkeologjik Lezhë, në lidhje me fluksin turistik, pra vendas dhe të huaj, por edhe kontrollin në lidhje me pastrimin e plotë dhe mirëmbajtjen e siteve kulturore. Nga ana tjetër pritet të fillojë puna për rikonstruksionin e urës së vjetër të Bunës. Projekte të miratuara janë Ura Bunës, që do të restaurohet, gjithë pjesa e drurit, pra drujve e tjerë, krejt ura Bunës në kontekstin ura vjetër, në kontekstin edhe të hyrjes të punimeve që po bëhen në hyrjen e qytetit, pra në një kontekst mjaft të rëndësishëm për qytetin e Shkodrës së fundmi, restaurimi, konsolidimi i kishës së Kabashit në Puk, restaurimi dhe mirëmbajtja e kishës Trekonçe në Kalan e Drishtit, gjitha janë të miratuara, mirëmbajtja dhe restaurimi i banesës së Salimanit në Bujan, restaurim dhe konservimi plot i objektit shkolla muzemi gjeni në Puk, të gjitha të bëra nga stafi i Drejtorisë Rajonale Shkodër. Puna për mirëmbajtjen e parqeve arkeologjike është periodike, pasi gjatë gjithë vitit nuk mungon vëmendja në këto zona, por për shkak të fluksit të turistëve gjatë verës punohet me ritme më të mëdha me ekipet e terrenit.